Burri më thotë se po deshe të rish mirë me mu, lëre faljen. Dhe i thash vetëm nëse vdes. Atëherë ai më shon dhe më ofendon pa pushim. Çfarë të bëj pavarësisht unë çdo falje i lutem Zotit që ta udhëzoj. Allahu ta lehtësoft, Zoti këtë njeri e udhëzoft. Normalisht nuk lejohet në raste të tilla që ti bindesh askujt, jo burrit, pas babës, askujt. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet bindje ndaj krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Rastet të tilla dhe situata të tilla justifikojnë femrën të kërkojë divorcin. Në këtë rast kërkimi i divorcit është halal, mos me thonë që është detyrë dhe obligim. Sepse në momentin që bëhet pengesë për ta adhuruar Zotin xhalla xhelaluhu, atëherë kjo pengesë të largohet. Si largohet kjo pengesë? Me këshillim, ulesh, ja sqaron gjërat e ku dëgjon etj, dhe nëse ai pastaj vazhdon me atë vetën, duke ta vënë kusht jetën bashkëtorë apo faljen, atëherë zgjidhet falja dhe vazhdohen procedurat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, cili do që e lën diçka për hatër të Zotit, Zoti do të kompensojë me diçka që është më e hajër dhe më e mirë. Kështu që neve nuk na lejohet të sakrifikojmë fen dhe besimin ton për askënd dhe në emër të askujt. Allahu musta'an. Zoti në moftë.